Sonte do t'ju tregoj se kush janë alienët e vërtet dhe si janë. Kjo është një video në ekskluziv për ju, sepse tani po arrim shifrën pothuaj 50.000 miq dhe shok, dhe unë po lë këtë deklarat në ekskluziv për ju për herë të parë. Po flas në të gjitha rrjetet sociale dhe në të gjitha intervistat, nuk kam folur asnjëherë për këtë. Dhe do të dëshiroja që në fund të kësaj videoje, përveç se të lini komentin tuaj, do t'i lutesha, sepse është mund i madh, është një deklarat e fortë dhe njëkohësisht është me një fjalë edhe një mënyrë të shprehuri, është ndryshe nga herët e tjera si do flas sonte. Dhe sepse jam i bindur që dikush prej jush do besoj. Dhe në fund do dëshiroja që ta shpërndani sa më shumë këtë video dhe të thërrisni miqtë tuaj dhe shokët që të shkruajnë në këtë kanal. Kush është tu rastësisht dhe nuk i ka bërë ende like faqes, do t'i lutesha t'i bëj like që të shihemi dhe të diskutojmë. Dhe ju falenderoj që jeni për herë bashkë. Ishte viti 2004. Unë po përgatisja një eveniment të madh. Dhe pasi kisha bërë gjysmën e turneut nëpër Itali, po përgatisja diçka më të madhe. Dhe mbaj mend që u takova me një njeri, një i niveleve, le të themi, dhe financier, një financier i niveleve të larta. Dhe teksa po bisedonim për punësh, gjithmonë për spektakle, më tregoi një histori sepse flisnim aty folëm për mistere në përgjithësi. Mirëpo, unë nuk isha ende në thellësi të madhe të fakteve dhe të studimeve për sa i përket jetës jashtëtoksore. Dhe më tregoi një diçka të çuditshme. Duke folur sepse rastisi që kishim në dorë një nga ato gazetat e metros, dhe më thot një fjalë që do t'ja u them pas pak. Dhe unë mbeta sepse nuk e besova, sinqerisht nuk e besova. Dhe e njëjta gjë do ndodhte edhe me ju tani, që do t'ja u them. E solla këtë bisedë pikërisht këtu në këtë pikë, sepse doja që t'ju tregoja që është komplekse, por nëse hapni dritaren e mendjes dhe të dijeve më mirë, do kuptoni që ka shumë të vërteta brenda. Me kalimin e viteve fillova që të studioja, jo vetëm nga ky rast, por kishte edhe nga raste të tjera dhe nga shtytse të tjera që unë fillova të studioja për sa i përket prezencës së alienëve, ose çfarë mund të ndodhë në këtë planet dhe ne nuk e dim. Do t'ju them, njeriu, sepse kur e shikon nga një këndvështrim tjetër, unë nuk e shikoja nga ana vetëm e popullit, por edhe nga ana e një artisti, madje edhe nga ana e një njeriu që i ndodhi diçka dhe nuk dinë të jepte një shpjegim. Dhe kur e shikon në këtë prizmë, thua, nuk mund të jetë gjithë ky planet vetëm njeriu të endet vetëm lart e poshtë dhe mos jetë i kontrolluar. Pra, kjo ishte pika e parë që më bëri të mendoj. Pastaj, diku, lexova edhe një shkrim tjetër dhe pas një farë kohe zbulova një diçka që nuk e dija prima, më përpara. Dhe problemi është që nuk e kam thënë asnjëherë këtë. Nuk është se e zbulova vetëm unë, është një diçka që njohin një pjesë e vogël e njerëzve. Sipas mendimit tuaj, si janë alienët, kush janë alienët, sipas mendimit tuaj? Që të gjithë kanë në mendje alienët që janë ata ngjyrë jeshil dhe janë të shkurtër, me kokë të madhe, me sy të mëdhenj etj. Apo jo, të gjithë mendojnë kështu. Shiko, sonte në darkë ne publikuam një video ku flisim për një grup nxënësish në Afrikë që u ndeshën me u bën një takim me jashtëtoksorët. Do ta themi në një moment tjetër, por e lidha për pak të sepse ishin rreth 60 fëmijë dhe edhe ata pa një gjë të tillë. Tani pse po e them? Sepse që të gjithë shohin diçka me një fjalë jo njerëzore. Tregohet që në luftën e dytë botërore janë bërë eksperimente, madje thuhet edhe më përpara janë bërë eksperimente,
por në luftën e dytë botërore janë bërë 80 eksperimente për një fakt të çuditshëm, që njerëzit të mos ta dinë, por që janë bërë fillimisht në Gjermani, pastaj edhe në vende të tjera. Ata që mendojnë ose ata që shohin disa forma humanoide në formën e një fëmijë të vogël me kokë të madhe, jeshile, tjerë, pra alieni klasik që ne njohim, nuk është gjë tjetër veç se i krijuar në laborator nga njeriu. Pra, ka shumë studiues, ufolog, që mendojnë këtë. Bile në fshehtësi, ata e mendojnë, por nuk e thonë, sepse ka disa sekrete ushtarake tepër të rrepta. E dëgjuat mirë. Bile do t'ju them, në vitin 2015, një fajl u shpëtoi rusëve, sepse ishte një fajl i vjetër, dhe doli në qarkullim, ku tregohet për disa humanoid të cilët, kur shkojnë në momentet që njerëzit takohen me këto qenje, pra që janë humanoide por të ndërtuar, të krijuar nga njeriu, pra alienët klasik që ne njohim, janë një grup tjetër që quhen Men in Black, ose ata që janë të zinj, dhe të veshur me zeza, me kostum, me syze, etj. Dhe ka dëshmimtar, jo vetëm në Rusi, por edhe gjithandaj në mbar botën, që këta kanë përveç se një sjellje të çuditshme, pra Men in Black, dhe një veshje të çuditshme, vetëm sjellja, por kanë edhe disa fije. Disa njerëz i kanë parë fije nëpër trup, për shembull, ose poshtë këmbë, sikur të jenë robotik, sikur të jenë diçka që janë krijuar me fije, pra në mënyrë laboratorike. Dhe e di, thash, e përsëris edhe njerë që në fillim fare do t'ju duket si marrëzi, të gjithë këto që po ju them, por dëgjoni me kujdes. Dhe alienët e vërtet nuk janë ashtu si që mendojmë ne, pra në atë formën e humanoidve, jeshil apo ku ta di unë, por janë energjik, pra janë në formën e një energjie, një grimcë energjie. Dhe ata mund të futen në çdo trup njeriu. Bile ata duhet që të futen në trup njeriu, sepse është e vetmja mënyrë për të mbijetuar. Tani, çfarë ndodh? Dikush nga ju do thotë, na çan këto budallëq. Do t'ja u them, ne kemi përpara syve. Në qoftë se do shkëputet energjia nga trupi ynë, çfarë ndodh? Vdesim. Pra shpirti çfarë është? Askush nuk e di se çfarë është shpirti. Ne njohim disa gjëra të trupit ton fizik, por të trupit ton energjik ne nuk i njohim. Ne dim që e kemi fotografuar disa thonë dhe që është në formë gjarpri apo ku ta di unë, pra shpirti njeriut, por askush nuk e di në të vërtet se si është, po sikur t'jetë me të vërtet një trup energjik që pasi ikën nga trupi fizik i njeriu, shkon në një trup fizik tjetër dhe fillon nga e para tek ai tjetri. Pra, sipas gjasave dhe sipas disa ufologëve, alienët alienët e famshëm nuk janë ata grit që mendojmë ne. Pra, ashtu si që mendojmë ne, sepse këta grit ose dhe ata Men in Black ose format të tjera që gjoja janë humanoide, por janë robotike ose për një zhvillimi laboratorik tjetër, janë të ndërtuar dhe të krijuar në laborator nga njeriu. Do thotë të njeriu, po kush i ka krijuar? I ka krijuar shërbimet sekrete dhe ushtria. Dhe tjetra është që do t'ju them diçka tepër serioze. Në qoftë se e mbani mend telefonin celular. Telefoni celular lindi rreth viteve 50-60, okay? Telefoni celular që ne përdorim sot. Dhe merrni me mend që ai doli në qarkullim pas viteve 80, pas viteve 90. Kaloi një farë kohë, 20-30 vjet, por po sikur, në qoftë se kemi të bëjmë me një teknologji, super teknologji që alienët e vërtet janë energjik dhe nuk janë fizik, dhe që ne po përgatisim dhe ata janë thjesht hibrida, pra janë hibrida të krijuar mes njeriu dhe energjisë, ne nuk do ta kuptojmë kurrë këtë, se nuk do ta marrim vesh kurrë këtë tani,
sepse nuk është ende koha. Bile, do t'ju them, në një version tjetër që duhet njohur, duhet të dini që shumë nga njerëzit që tregojnë që kanë kontakte me forma të tjera jete, duket sikur në disa raste këto qenie ngecin. Ose, për shembull, ka patur raste kemi dhe shqiptarë, për shembull, ose gra shqiptare që më kanë shkruar dhe bilese në komente që kanë parë një UFO të tillë në krevatin e tyre dhe në një moment kanë mbetur krusur. Pra, përveç se nuk janë zhdukur, sepse sistemi që kanë nuk janë zhdukur, por janë dhe krusur dhe kanë mbetur ashtu për një kohë, derisa pastaj morën veten sërish. Sikur këta të jenë të krijuar në mënyrë laboratorike dhe robotike. Do kush do thotë, po mirë, pse nuk na i tregojnë? Nuk mund të tregojë tani. Sepse është diçka që përdoret për mbizotërim. Pra, çfarë kuptimi kanë nëse nuk mund të mbizotërojë gjithë rasën njerëzore apo planetin. Pra, është e detyruar ushtria që të mbajë sekrete të tilla. Mendimi im. Tani, shumë prej jush do thonë që po zoti, çfarë është, po zoti kush është, dhe ne si kemi lindur. Nuk mund t'ju jap dot një përgjigje të tillë. Nuk mund ta jap dot, unë mendoj gjithmonë. Mendoj që në qoftë se ne mbani mend atë telefonatën që e kemi thënë që një fizikant, një shkencëtar ishte në Area 51 edhe mori në telefon një radio dhe tha ata janë energjik dhe janë dimensional, pra vinë nga një tjetër dimension, sepse e kishte fjalën pikërisht për atë që futen nga një shpirt, jo nga një shpirt, nga një trup në trupin tjetër. Dhe kjo të bën të mendosh që jo vetëm ky rast, por ka një pafundësi rastesh, të bëjnë që të mendosh që kanë një energji, por me fjalë trup energjik, por u duhet një trup fizik për të jetuar. Dhe njeriu, sipas gjasave, në këtë rast më bën të mendoj që është një krijim i tyre që këto specie të jetojnë brenda trupit të njeriut. Kjo është në sintezë ajo që mendoj dhe që doja ta ndaja me ju. Tani, thash, është në ekskluziv sepse do dëshiroja mes nesh tani janë bërë një pjesë e madhe të aftë edhe për t'u përgjigjur, por edhe kanë mësuar shumë. Kështu që do dëshiroja një komentin tuaj dhe i pres komentet, njëkohësisht t'ju thosha t'i shpërndani këtë informacion dhe ju faleminderit që jemi për bashkë. Pres që t'ju dëgjoj me ankth pres. Kjo është e rëndë, po e thash në mënyrë kështu. Kisha menduar që ta bëja në mënyrë më serioze, por njeriu nuk është ende gati. Dhe unë jam i bindur që 90% e kësaj që thash është e vërtet. Megjithatë, pres komentet tuaja. Nada.